Pak orë para nisjes së protestës, kryetari i PD Sali Berisha u bëri apel qytetarëve të bashkohen tubimit të opozitës kundër kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë nga Aselia e Partisë Demokratike, Berisha shpjegoi se opozita proteston sot së pari kundër korrupsionit të qeverisë socialiste. Kupa e Edi Ramës është derdhur prej kohës. Ndaj dhe sot më shumë se kur duhet jemi në atë bulevard, në atë rrugë, në atë sheshe, për të përcjellë mesazhin tonë, se ne nuk pajtohemi kur me një organizat hajdutësh. Berisha preferoi të mos bëj publik skenarin e protestës, por theksoi se tubimi mbahet në shenjë revolte ndaj qëndrimit të Partisë Socialiste për numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku dhe zhvillimeve të fundit në Bruksel. Skenari sot theksohet zhvillohet pas dështimit të fazës parë të grushtit shtetit dhe inicimit me njerë të fazës tjetër të grushtit shtetit nga Edi Rama. Por zhvillohet dhe pas kartonit të zi që i nxorën mbrëm dhe sot në Bruksel, njeriu që për vjedhjet e tij është i gatshëm t'i vër flakën një procesi aq jetik integrimit europian të Shqipërisë. Kryetari i PD-s lajmëroi se opozita do të zhvillojë protesta edhe para dyerve të ambasadave shqiptare në kryeqytetet e vendeve të BE-s. Vazhdojmë të betejë